لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet e shumta i takojnë Allahut të madhruar, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje dhe selamet ja përcjellim figurës më të ndritur të njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve islam të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra besimtar. Sot është dita e parë e Ramazanit, andaj me lejoni që në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, të gjithë besimtarëve islam t'ua uroj fillimin e këtij muaji të shenjtë, duke e lutur Allahun fuqiplot që të na e pranoj agjërimin dhe të gjitha ibadetet që i bëjmë për të arritur kënaqësinë e tij. Të nderuar besimtar, muaji i Ramazanit është muaji i zgjedhur dhe i bekuar. Ky është muaji i agjërimit, ibadetit, bekimit të Allahut, muaji i amnestisë dhe muaji i faljes. Në këtë muaj, Allahu xhalleshanuhu njerëzve u ka dhuruar begatinë dhe mëshirën më të madhe. Në këtë muaj filloi shpallja e Kur'anit. Allahu xhalleshanuhu thot në Kur'anin famlart në surën Al-Bekare, ajeti 185, Bismillahirrahmanirrahim, Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dhe vazhdon që do të thot në gjuhën shqipe, muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur'ani, udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton këtë muaj, le ta agjëroj. Ndërsa pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salam ka thënë: kush e agjëron muajin e Ramazanit me besim të sinqert dhe me shpresë se do të shpërblehet nga Zoti për të, atij do t'i falen mëkatet e mëparshme. Pikërisht për këtë shkak të kësaj ngjarje të madhe, për shkak të shpalljes së librit të fundit të Allahut xhalleshanuhu, që shënon fillimin e një epoke të re në historinë e njerëzimit, muaji i Ramazanit ka rëndësi dhe vlerë të madhe. Në këtë muaj, Allahu i madhëruar e ndan mëshirën e tij dhe u afal njerëzve, kuptohet, u afal atyre që kërkojnë falje dhe i mbulon me mëshirën e tij ata që përpiqen për të. Një prej begative të muajit të madhërisëm të Ramazanit është agjërimi. Agjërimi është ibadet kulminant me të cilin besimtari e shpreh imanin e tij dhe mundohet ta meritojë mëshirën dhe kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu. Agjërimi nuk është vetëm përmbajtje e thjeshtë nga të ngrënit dhe pirja, por është angazhim i tërqenies së njeriut. Syt nuk shikojnë atë që është haram, veshët nuk dëgjojnë të folurit e përbuzur, duart nuk shtrihen drejt haramit. Mendimet janë të drejtuara në madhërimin e Allahut xhalleshanuhu dhe të medituarit në të, për krishmërinë e krijimeve të tij. Gjuha i thurr falenderimet më të sinqerta për të mirat e tij me anë të dhikrit, duave dhe leximit të Kur'anit. Besimtar të nderuar, le të jenë netet e këtij muaji të madh, net të namazit, të leximit të Kur'anit, të mësimit e të studimit. Le të jenë këto net të pendimit e të lotëve, sepse pendimi i sinqert i shlyen mëkatet dhe gjunahet tona. Le të kujdesemi për farefisin,
të afërmit dhe skamnorët, dhe të rrezatojmë kudo që jemi rreze pajtimi e mirësie. Le të shërbej ky muaj si vetëdisim, ta duam dhe respektojmë më shumë dinjitetin njerëzor. Le të shërbej ky muaj si mesazh hynor që nëse deri dje nuk kemi agjëruar dhe si kemi njohur dobitë e tij universale, të marrim kuraj dhe të agjërojmë e të njohim rëndësinë e këtij muaji të madhërisëm. O Zot, fali ata që deri dje nuk të janë përgjigjur dhe mundësona neve të arrijmë këtë muaj me bindje dhe besim të thellë. Pranoj lutjet tona, adhurimin dhe sakrificën tonë dhe mundësona të kryejmë këtë urdhër hynor. Allahun e gjithëmëshirshëm e lusim që të na i pranoj adhurimet që i bëjmë në këtë muaj dhe veprat në këtë muaj t'i regjistroj në regjistrin e veprave të mira. Në fund, të nderuar vëllezër e motra, më lejoni që kudo që gjendeni në Kosovë e në trojet tona etnike, që përzemërsisht t'ua uroj fillimin e muajit të madhëruar të Ramazanit, duke ju dëshiruar mbarësi e bereqet në familje dhe agjërim të lehtë e të pranuar tek Allahu i gjithëmëshirshëm. Me fat Ramazani.